Në një kohë kur qytetarët në Italia përballen me rritjen e çmimeve të karburantit, qeveria e drejtuar nga Giorgia Meloni ka zgjedhur të reagojë menjëherë. Ulje taksash me rreth 25 cent për litër, një masë emergjente për të lehtësuar barrën për familjet dhe bizneset. Vendimi vjen si përgjigje direkte ndaj luhatjeve të forta në tregjet ndërkombëtare të energjisë, që po ndikojnë koston e jetesës. Por jo vetëm kaq, autoritetet italiane kanë paralajmëruar edhe kontrolle më të rrepta ndaj kompanive të karburanteve, për të shmangur abuzimet me çmimet, si dhe mbështetje financiare për sektorët më të goditur. Ndërkohë, në Shqipëri, situata shihet pak më ndryshe. Kryeministri Edi Rama na siguron se rritja e çmimeve është e moderuar. Një përkufizim interesant, sidomos kur litri i naftës kalon 200 lek dhe moderimi ndihet drejt për drejt në xhepat e qytetarëve. Pra, ndërsa një vend ul taksat për të frenuar çmimet, tjetri ul pritshmëritë, duke i kërkuar qytetarëve të mësohen me idenë se kjo është normalja. Në fund mbetet pyetja: a është kriza e njëjtë për të gjithë, apo vetëm mënyra si trajtohet ajo bën diferencën?